Lavdëroni Zotin, se është I mirë, Halleluja. Në takimin që shkoi ne kemi folur për 7 mëkatet më të rënda, që është krenaria, lakmia, epshi, zilia, grykësia, zëmërimi dhe përtatësia. Kurse në këtë bisedë sotme do flasim për 7 virtutet që I kundërvijnë këtyre prirjeve negative ose mëkateve. Këto 7 virtute ndahen në 2 grupime, 3 virtute teologjike që lidhen drejt për drejt me marrëdhënien tonë me Zotin, flasim për besimin, që I kundërvihet dyshimit dhe krenarisë, shpresa, I kundërvihet dëshpërimit dhe përtatësisë shpirtërore, dhe dashuria, I kundërvihet egoizmit, lakmisë dhe urrëties. Por kemi edhe 4 virtute të rëndësishme, këto lidhen me sjelljen morale dhe karakterin njerëzor, mençuria, që I kundërvihet budallëkut dhe vendimeve nxituara, drejtësia që I kundërvihet padrejtësisë dhe lakmisë, guximi që I kundërvihet frikës së tepruar dhe dobësive morale, dhe vetë kontrolli që I kundërvihet epshit, grykësisë dhe teprimit. Pra, në mënyrë të thjeshtë, këto virtute konsiderohen si ilaçi moral ose antidoda e 7 mëkateve vdekje prurse që ne I përmendëm dhe po I përmendim përsëri, që janë krenaria, lakmia, epshi, zilia, grykësia, zëmërimi dhe përtatësia. Por le t'i marrim me radhë këto 7 virtute që I kundërvijnë këtyre 7 mëkateve vdekje prurse. Flasim për besimin. Etrit e kishës, besimin, nuk e kuptojnë vetëm si një prani intelektuale të ekzistencës së të Zotit, por si një lidhje e gjallë e besueshme me Zotin që nxit njeriu vet ai ta besoj Perëndin me mendje, zemër dhe me gjithë fuqinë e tij. Shën Agustini thekson: besimi është fillimi I jetës shpirtërore. Beso për të kuptuar. Ose si dhe Krishti thot, besa jote të shëroj, besa jote të shpëtoj. Shën Vasili I Madh e lidh besimin me bindjen e jetuar sipas porosive Perëndis, jo vetëm me fjalë, por me një jetë. Pra, besimtari vërtet nuk është ai që thot besoj se ekziston Zoti, sepse Shën Jakobi na thot, edhe djalli beson. Çfarë ndryshimi kemi ne nga djalli? Ndryshimi është se ne I bindemi Zotit, kurse djalli beson se Zoti ekziston, madje beson më shumë se ne, sepse si frymë ai e shikon Zotin, por ai është rebel. Etrit e shkretëtirës, për shembull Shën Andoni I Madh, e shikojnë besimin si dorëzim të plot ndaj vullnetit të Zotit në heshtje dhe porositë. Ky është besimtari. Çfarë kundërshton besimi? Besimi I vërtet I kundërvihet dyshimit shkatërrues, krenarisë shpirtërore, kur njeriu mendon se nuk ka nevojë për Zotin, frikës dhe ankthit ekzistencial. Le t'i japim disa shembuj konkret. Për shembull, një person e humbet punën dhe kalon në vështirësi financiare. Në vend që të bjejë në dëshpërim dhe të humbas shpresën, ai vazhdon të lutet, kërkon rrugë të ndershme për dalë nga situata, nuk e humb besimin se jeta ka kuptim dhe drejtim kur ajo mbështetet tek Zoti. Ose le të shikojmë një tjetër rast, kur besimi është I gjallë dhe vepron. Për shembull, kemi një presion shoqëror. Një njeri ndodhet në një mjedis shoqëror që shumica e përqesin fenë e tij dhe vlerat morale. Ai nuk e mohon besimin e tij, nuk e mohon moralin e tij dhe qëndron me respekt pa agresivitet. Pra, ky njeri e bën këtë sepse beson tek Zoti, te ligji, te vlerat morale që I ka dhënë Zoti. Por le të shikojmë një tjetër, për shembull, një shembull të tretë. Një person, për shembull, ka mundësi të fitojë para në mënyrë të padrejtë, por ai zgjell të jetojë thjesht dhe të jetojë edhe me jetë të përkor, por që mos të vjell, mos të gënjej. Pra, ai beson se Zoti shikon dhe dëgjon. Pra, Zoti sheh veprimet e mira dhe të këqija dhe është ai që shpërblen. Këtu besimin e shikojmë drejt për drejt si një lloj sjellje. Pra,
Sipas etrëve, besimi është themeli i jetës shpirtërore, të lidh me Zotin, të jep forcë në vështirësi dhe të udhëheq në vendet e drejta, ose në vendime të drejta, më mirë të themi. Por le të flasim për shpresën. Sipas etrëve të kishës, shpresa nuk është thjesht optimizëm njerëzor, që kanë disa njerëz, unë kam shpresë se kjo gjë do ndodhi, por pritje e sigurt dhe qëndrueshme së mirës që vjen nga Zoti. Çdo gjë e mirë vjen prej Atit të dritave, prej së larti, na thot Shën Jakovi në letrën e vet. Sidomos flasim për shpresën që kemi jo vetëm për problemet e kësaj jete, por për shpresën e jetës së përjetshme, për shpëtimin e përjetshëm. Ky është gjithë qëllimi dhe përmbushja e besimit ton. Shpresa se ka një shpërblim dhe jetë të përjetshme. Nëse nuk do kishte jetë përjetshme, atëherë nuk do kishte vlerë as besimi. Shën Grigori i Madh e quan shpresën spirancën e shpirtit, që e mban njeriu të palëkundur në stuhit shpirtërore. Shën Agustini thekson se shpresa lidhet me dëshirën për jetën e përjetshme dhe me besimin se Zoti nuk e braktis njeriu. Etrit e shkretirës shohin shpresën si forcën që e mban për shembull murgun, që është larg njerëzimit në kushte të vështira, madje dhe ekstreme, që ai qëndrojnë në durim edhe kur jeta është e ashpër, asketike. Çfarë kundërshton shpresa? Shpresa e kundërvihet dëshpërimit, dorëzimit shpirtëror, pra fatalitetit, përtatësisë shpirtërore, humbja e kuptimit të jetës, mungesa së besimit në të ardhmen. Po le të japim disa shembuj konkret të shpresës. Për shembull, të viziton një sëmundje e rëndë, diagnostikohesh me një sëmundje serioze, edhe pse situata duket e vështirë, dhe mjekët thonë që nuk ka shpresë, përsëri shpresa të bën që ti ta vazhdosh trajtimin mjekësor, por ta vësh shpresën tek Zoti, sepse Zoti është mjeku që shëron çdo sëmundje dhe në lëngat dhe nuk e braktis besimtarin e vet. Kjo është shpresa që mban edhe në situata dhe në realitete të vështira, pra është një shpresë e qëndrueshme. Për shembull, marr një rast tjetër, për gabimet e së kaluarës. Një person ka bërë gabime, ka bërë mëkate në jetën e tij. Pra, ka bërë mëkate të rënda, morale. Në vend që ai të jetojë me akuzën e fajit, me vetë urrëtie, përpiqet ta ndryshojë sjelljen, kërkon falje, pendohet, rrëfehet, pajtohet me Zotin, pajtohet me të afërmin dhe fillon jetën sërish. Pra nuk mbetet me të shkuarën, po shikon të tashmen. Kjo është shpresa e ringritjes shpirtërore. Po shikojmë një shpresë për vështirësitë ekonomike. Për shembull, mund të kalojmë vështirësi ekonomike, një falimentim ose një situatë e vështirë ku ekonomia jon nuk është premtuese. Në vend që të humbasim kuptimin e jetës, atë duhet sipas shpresës të punojmë me durim, të ndihmojmë njëri tjetrin dhe të mos bijem në dëshpërim. Shpresa të mban të bashkuar me Zotin dhe të qëndrueshëm në sfidat e jetës. Dhe sipas etrëve të kishës, shpresa është forca që e mban shpirtin drejt të ardhmes së Zotit, edhe kur e tashma është e vështirë, është e kundërta e dëshpërimit, burim, durimi dhe qëndrueshmërie. Spirancë në stuhit e jetës, na thon etrit. Le të flasim edhe për një tjetër virtut, dashuria. Për etrit e kishës, dashuria nuk është thjesht një ndjenjë emocionale, që shpesh njerëzit e ngatrojnë, dhe madje ngatrojnë edhe me erosin, por vullnet i qëndrueshëm për të kërkuar të mirën e tjetrit në Zotin. Kjo është dashuria, ku nuk kërkon interesat e tua, por të tjetrit, por si, jo dashuri si që mendojmë ne, dashuri në Zotin, ta duash tjetrin në Zotin. Ajo është virtuti më i lartë dhe përmbledh të gjitha virtutet e tjera. Çfarë do të apostoli Pavli? Dhe tre gjëra janë: besa, shpresa dhe dashuria. Mbi të gjitha është dashuria. Sepse edhe besimi do të largohet një ditë, nuk do kemi nevojë të besojmë se do ta shikojmë Zotin dhe botën e përtejme. Shpresë nuk do kemi sepse gjërat do marrin fund në kuptimin se cili do marrë shpërblimin e vet për ato që ka bërë, dhe mbetet kush? Dashuria.
Dashuria për Zotin mbetet e përjetshme. Dashuria për të afërmin mbetet e përjetshme. Ajo nuk humbet kurrë. Shën Joan Gojarti thekson se pa dashuri, çdo virtut tjetër humbet vlerën e tij. Shën Agustini thotë se dashuria është pesha e shpirtit. Ajo drejton jetën e njeriut, ajo që e mban në ekuilibër. Shën Grigori i Madh e sheh dashurinë si përmbushje të ligjit hyjnor. E tha Krishti. Kur e pyetën Krishtin, e pyeti një mësues i tha, "Çfarë është gjithë ligji?" Dhe Krishti, ai që është fjala e Perëndis, ai që kishte dhënë ligjin Mojsiut në malin Sina, tashmë si njeri e përmblodhi ligjin me këto dy. Një porosi është e para, duhet Zotin me gjithë mendje, me gjithë zemër, me gjithë shpirtin, me gjithë fuqinë tënde. Kjo është porosia e parë, dhe e dyta thotë që është një lloj me të parën, duhet të afërmin si veten tënde. Këtu përmblidhet gjithë ligji, dashuria për Zotin dhe për të afërmin. Etrit e shkretirës, oshënarët e konsiderojnë dashurinë si shenjë e pjekurisë shpirtërore, ku njeriu nuk gjykon më të tjerët, por ai i do të tjerët. Çfarë kundërshton dashuria? Dashuria i kundërvjet egoizmit, urrëties, zilis, lakmis, indiferencës ndaj tjetrit, dhe le të marrim disa shembuj konkret. Për shembull, falja e armikut është dashuria më e lartë e kërkon Krishti. Jo të duam vetëm ata që na duan, sepse edhe mëkatarët duan njëri tjetrin, po ne duhet të duam në Krishtin ata që nuk na duan. Një person është dëmtuar rënd nga dikush, për shembull, është tratuar, ofenduar ose i është bërë diçka e keqe. Në vend që ta kmerret, zgjedh të fal, dhe nuk ushqen urrëtie, kërkon paqe. Kjo është shprehje e dashurisë. Por jo vetëm të falim, ne duhet ta kapërcejmë edhe atë faljen, ne duhet i bëjmë mirë atij që na ka bërë keq. Patjetër duke mos e lejuar që ai të na dëmtojë shpirtërisht, fizikisht, moralisht. Le të japim një shembull tjetër, ndihma pa interes. Një njeri ndihmon një të varfër, pa kërkuar shpërblim, sepse kur ndihmon një të varfër, ti çfarë pret që i varfëri të t'i kthej. Por këtë e bën jo nga interesi që shpeshherë njerëzit e bëjnë, japin që të marrin, por e bën nga dashuria për atë njeri që është ikonë e Perëndisë. Çfarë thot në fjalët e urta? Ai që i jep të varfrit, i jep uha Zotit. Sepse tek çdo njeri është Zoti, dhe sidomos te njerëzit në nevojë. Kjo është dashuria e pastër, sepse është e lirë nga egoja. Por flasim një tjetër dashuri, sakrifica për familjen. Për shembull, një prind, burr ose grua, baba o nën, punon shumë për fëmijët, heq dorë nga rahatia personale, vendos mirëqenien e tij mbi ose të saj mbi veten. Pra, shikon dhe sakrifikon për fëmijët dhe për familjen. Prandaj është e mirë që njeriu të martohet. Njeriu kur martohet çlirohet nga egoizmi dhe ai ushtrohet në porulsi dhe në dashuri. Njerëzit që nuk martohen, nuk flasim për ata që nuk martohen për të kushtuar Zotit, por ata që nuk martohen sepse janë egoist, ata i bëjnë një dëm shumë të madh vetes tyre, sepse kalcifikohen në egoizmin e tyre. Dhe si thuhet dhe një thënie, dhe shëmtimi i shoqërisë është beqari. Ai që mendon vetëm për vete. Pra, në familje ne ushtrohemi dashur pa dashur në porulsi dhe dashuri. Dhe nuk duhet të ankohemi, sepse në qoftë se ne nuk duam familjarët tanë që janë pjesa jonë, gjaku jonë, atëherë si do pretendojmë ne themi që duam të tjerët. Si thot Shën Pavli, ai që nuk do të afërmin e vet është më keq se një pagan. Prandaj dashuria fillon tek familja jote, pastaj kalon te të tjerët. Dhe Etrit e Kish thonë që dashuria është virtuti më i madh. Përmbush të gjithë ligjin moral, e bën njeriu të ngjashëm me Zotin dhe është burimi i gjithë veprave të mira. Ne kemi potencialin të bëhemi të ngjashëm me Zotin. Ne Zotin nuk mund t'i afrohemi në asgjë, as në pushtet, as në mençuri, as në fuqi, por mund ta imitojmë në dashuri. Pra ashtu si Zoti na do, edhe ku ne nuk e duam, edhe ku ne jemi armiq të Tij, edhe ku ne bëjmë padrejtësi, ashtu dhe ne mësojmë të duam tjetrin, armikun ton, bekojmë atë që na mallkon, t'i bëjmë mirë atij që na bën keq, të falim atë që na padrejtëson. Pra këtu ne bëhemi të ngjashëm me Zotin, imitojmë Zotin. Por le të flasim tani për 4 virtute tjera që janë në marrëdhënien tonë shoqërore. Mençuria.
ose urtësia. Etrit e kishës urtësinë nuk e shikojnë thjesht si një inteligjencë apo dije, sepse ka njerëz që janë inteligjent, të ditur, dinë gjuhë të huaja, janë njerëz të preft nga ana mendore, por nuk janë të urtë. Por urtësia është aftësia për të gjykuar drejt, për të zgjedhur të mirën në çdo situatë, në praktikë dhe në momentin e duhur. Shën Augustini e lidh urtësinë me aftësinë për të rregulluar jetën sipas rendit të Zotit, duke vendosur Zotin mbi çdo gjë tjetër. Ky është i urti, që bën atë çfarë thot Zoti në çdo situatë. Që në çdo situatë që është besimtari thot, çfarë do bënte Krishti në këto rrethana? Dhe unë do bëj atë çfarë do bënte dhe thoshte Krishti. Do thoni juve, ku ti dim neve ato çfarë tha dhe bëj Krishti? Lexo Ungjillin, aty ke të gjitha aspektet e jetës njerëzore, si se Krishti e ka përballuar. Atë bëj, imitoje, edhe pavarësisht se nuk e bën me dëshirë, bëje me sforco, si thot edhe dikush. Nëse nuk ke dashuri, bëj sikur dashuron dhe kështu do mësohesh dal ngadalë. Pra, ne jemi një qenie zakonore që duhet t'i bëjmë ato çfarë thot Zoti dhe ato në fillim janë pak me sforco, pastaj bëhen natyre jona. Shën Jan Gojart i thekson se urtësia shihet në veprime, jo thjesht në fjalë. Njeriu i mençur diku të flas dhe diku të hesht. Shën Grigori i Madh e quan urtësinë syrin e shpirtit, që drejton të gjitha virtutet e tjera. Etrit e shkretirës e shohin si dallimin shpirtëror, aftësinë për dalluar mendimet që vijnë nga Zoti dhe ato që na çojnë në mëkat. Çfarë kundërshton urtësia? I kundërvjet marrëzisë morale, vendimeve të nxituara, verbërisë shpirtërore, jetës pa reflektim, tundimeve të maskuara si të mira. Dhe le të japim shembuj konkret. Për shembull, një i ri duhet të zgjedh studimet ose profesion. Në vend që të ndjek vetëm dëshirën e momentit, ai duhet të analizojë aftësinë e tij, mendoj për të ardhmen, kërkon këshill nga njerëzit e besuar dhe duhet ta bëj këtë jo thjesht unë ndjej këtë gjë, mund pëlqen kjo. Jo, ti duhet të bësh atë çfarë mund të bësh, atë çfarë ka dhënë Zoti si dhuratë. Njerëzit sot nuk i pranojnë dhuratat që ju jep Zoti në jetën e tyre, por kërkojnë gjëra që o të imitojnë tjerët ose të imponohen nga tjerët dhe nuk mendojnë dhe nuk kërkojnë çfarë i ka thënë Zoti për të bërë. Secilit prej nesh, Zoti ka dhënë një dhuratë. Nuk jo dhe dhuratë shpirtërore, por dhe dhuratë për të jetuar në jetën e përditshme. Pra, të ketë një profesion që të jetoj. Kështu që njerëzit duhet ta mësojnë kush është dhurata dhe si mësohet kjo? Duke u lutur, duke kërkuar ndihmë, duke u këshilluar dhe pastaj të marrësh një vendim për shkollimin tënd, për profesionin tënd. Pra kjo është urtësia për zgjedhur dhe menduar sakt dhe jo në mënyrë impulsive. Për shembull, në një situatë konflikti, si të ndihmon urtësia? Dikush të provokon në debat dhe kërkon të reagosh me zemërim. Njeriu i urtë nuk reagon me njëherë, ruan qetësinë, zgjedh fjalën me kujdes ose hesht kur është e nevojshme. Mençuria këtu është kontroll mbi reagimin. Çfarë thon Etrit e kishës? Para se të përgjigjesh në një reagim që është kundërshtar, lutu. Të paktën thuaj disa herë mëshiro o Zot, o pastaj përgjigju, sepse kështu të largohet zemërimi, inati, impulset dhe të vjen urtësia e Perëndis që ditë ta menaxhosh një situatë të vështirë. Le të flasim për tundimet morale. Një person ka mundësi të bëjë një veprim të padrejtë, të pamoralshëm, për përfitim të shpejtë ose për kënaqësi të çastit. Ai duhet mendoj pasojat afatgjata, sepse djalli është mjeshtër i mashtrimit. Djalli mëkatin e ka mbuluar me një shije të ëmbël, që njeriu ta josh, ashtu si shkon ai peshkatari për gjuetur peshk dhe atij grepit i vendos një krim të majm që ta gënjej peshkun. Kështu bën dhe djalli, mëkatin e nxit me adrenalin që neve ta shijojmë, ta bëjmë. Po këtu duhet urtësia. Po bëra këtë mëkat, çfarë pasoja kam? Ku do shkoj? Si do përfundoj? Atëre urtësia të ndalon të mëkatosh, të bësh dëme morale dhe zgjedh të mos a bësh atë që është ndaluar. Pra, urtësia është e përtej momentit.
Sipas etërve të kishës, urtësia është virtuti që udhëheq gjithë jetën morale tonë. Ndihmon dallosh të mirën nga e keqja, drejton vendimet e përditshme, është syri që udhëheq të gjitha virtutet e tjera. Le të flasim edhe për drejtësinë, që është virtuti i pestë. Etrit e kishës shikojnë drejtësinë si një virtut që vendos jetën njerëzore në rregullin e Zotit dhe në marrëdhënie të drejtë me të tjerët. Nuk është vetëm ligj apo rregull shoqëror, por jetesë morale e harmonizuar me të vërtetën dhe dashurinë. Shën Agustini e përfujzon drejtësinë si virtuti që jep secilit atë që i takon dhe vendos Zotin në vendin e parë në jetën e njeriut. Pa bën drejtësi sipas Zotit, jo sipas vetes. Shën Jan Gojarti thekson se drejtësia shihet në veprime konkrete ndaj të varfërve dhe të dobtëve, jo vetëm në teori. Shën Grigori i Madh e lidh drejtësinë me mëshirën. Drejtësia pa mëshirë bëhet e ashpër dhe mëshira pa drejtësi bëhet e padrejtë. Çdo të thotë drejtësi, nuk është drejtësi thjesht ti të dalësh i drejtë dhe të fitosh gjyqin me tjetrin. Jo. Një shenjtor thoshte, mos thoni që Zoti është i drejtë, po thoni që Zoti është i mëshirshëm. I drejtë në sy të Zotit është ai që është i mëshirshëm. Ai që di të falë, ai që di të toleroj, ai që di të duroj, por jo të abuzoj, jo ta shikoj tjetrin në gabim dhe ta lëri në gabim dhe të jetë indiferent. Kjo nuk është drejtësi. Por drejtësia do të thotë të mendosh si ta shpëtosh tjetrin, edhe me qortim. Si thot tek letrat e apostull Judës, shpëtojni nga ferri, thot, edhe duke i tërhequr. Pra të bëjmë atë që është e pamundur, por pa dëmtuar shpirtin e tjetrit, jetën e tjetrit. Pra, drejtësia është mëshirë. Çfarë thuhet për Josif Vlesorin? Ai ishte i drejtë. Pse ishte i drejtë thuhet? Sepse ai kërkonte mos ta dënonte të shenjtë Vigjereshën Mari publikisht, ku pate ajo shtatzanin. Dhe sipas ligjit do ta nxirrte përpara popullit ta vriste me gur. Por ai thot kërkoi ta largonte fshehura dhe thot Josifi i drejtë, që ishte i mëshirshëm. Ose përsëri Josifi i drejtë i dhjatës së vjetër, i cili nuk u akmor tek vëllezërit, por i fali vëllezërit, edhe pse ata shitën në Egjipt. Kjo është drejtësia sipas Zotit. Pra ti ke mundësi të vësh rregull në kuptimin të fitosh gjyqin, por ti thua kjo është e drejta, unë të fal, unë nuk hakmerem. Ose ti thua shtetit atë që ose ati i bën mirë për korrigjim. Drejtësia i kundërbiet lakmis, padrejtësisë dhe shfrytëzimit, favorizimit pa drejt, zilis, egoizmit dhe marrëdhënieve që janë të gabuara. Shembull konkret, për shembull, drejtësi në punë. Një punëdhënës paguan punëtorin duhet pagoj punëtorin sipas meritës dhe punës reale. Por çfarë bëhet? Shpeshherë kjo nuk është e saktë sepse më tepër abuzohet. Por ka dhe punëdhënës të cilët janë të drejtë. Ata e pagojnë punëtorin sipas orarit të punës që bën. Kjo është drejtësi praktike. Për këtë kemi nevojë në shoqërinë tonë. Fatkeqësisht shoqëria jonë po bëhet një shoqëri e padrejtë, ku të gjithë vjedhin, të gjithë ja hedhin njëri tjetrit. Por kjo shoqëri që është e padrejtë, patjetër me këtë padrejtësi që po bëhet një zullum i madh, të gjithë humbasim. Prandaj kemi nevojë për njerëz të drejtë. Dhe njerëz të drejtë do të jemi ne të krishterët. Kemi japim një shembull tjetër, drejtësi në marrëdhënie shoqërore. Një person nuk përfiton nga dobësia e të tjerëve, nuk gënjen për të marrë avantazh, pranon gabimet e veta, nuk e dëmton dikë. Pra, kjo është drejtësi që është një ndershmëri dhe integritet. Por kemi një drejtësi tjetër, gjykimi e të tjerëve. Një njeri nuk gjykon shpejt, nuk përhap thashë theme, përpiqet kuptoj të dy anët e një konflikti dhe jep atë që është një verdikt i drejtë. Jo duke mbajtur anën e njerit dhe anën e tjetrit. Zakonisht kështu ndodh. Ne krijojmë simpati me njërin dhe mohojmë tjetrin. Por në një konflikt, sado që mund të jetë familjar, shoqëror, asnjëri mund të jetë 100% i drejtë. Secili ka pjesën e vet. Dhe drejtësi është që ta shikosh konfliktin ose situatën pa
pa influencë, pa bërë, si them, pa bërë kramarje, por ta shikosh me drejtësi. Në qoftë se nuk bën drejtësi, atëherë mos u merr me atë punë. Largohu dhe vetëm lutu. Dhe sipas etërve, drejtësia është themeli i rendit moral dhe shoqëror. I jep secilit atë që i takon, mbron të doptit nga padrejtësia, është lidhur ngushtë me dashurinë dhe të vërtetën dhe me mëshirën. Por le të vazhdojmë edhe për virtutin e 6, guximin. Etrit e kishës shikojnë guximin jo thjesht si një trimëri fizike, për t'u hedhur në aksion, por apo mungesën e frikës, sepse mund themi që vetëm budallai nuk ka frikë, por guximi i vërtet është forca e brendshme shpirtërore për qëndruar në të mirën pavarësisht vështirësive, frikës dhe vuajtjes që mund na paraqiten gjatë jetës sonë. Shënjo Angujarti thekson se guximi shihet kur njeriu nuk e braktis të vërtetën për shkak të presionit. Dhe këtu flasim për besimin, këtu flasim për atë të vërtetën ndaj gënjeshtrës, ose për atë që i bëhet një padrejti. Ne nuk largohemi, po qëndrojmë aty dhe bëjmë detyrën tonë. Shën Agustini e lidh guximin me dashurinë për Zotin. Njeriu është i fortë kur dashuria për të mirën është më e madhe se frika. Pra, kur do Zotin, largohet edhe frika, sepse dashuria e largon frikën, thuhet. Shën Grigori Mall e sheh guximin si qëndrueshmëri në sprova, në besnikëri, në kohë vuajtje. Etrit e Shkretirës e konsideroi guximin si luftën shpirtërore kundër tundimeve dhe mendimeve të liga. Neve kemi një luftë shumë të madhe. Lufta më e madhe që na bën djalli është me mendimet. Dhe duhet kemi guxim ti përballojmë ato mendime, mos ti pranojmë, se po pranuam mendime si fara e mëkatit, që kur mbin pasaj në mendjen tonë, ajo zhvillohet, bëhet dëshirë, nga dëshirë bëhet mëkat, pasaj bëhet dhe pasion. Lufta duhet jetë me guxim tek mendimet. Largohu prej me djallë, duke thirrur gjithmonë emrin e Zotit. Çfarë kundërshton guximi? Guximi vërtet i kundërvihet frikës së tepruar që paralizon të mirën. Frikë duhet kemi frikë nga Perëndia, se është i drejtë, por duhet kemi frikë dhe nga rreziqet. Por frika duhet të jetë e logjikshme. Një frikë që është e palogjikshme është sëmundje pastaj. Kthehet në fobi ose një frikë të tepruar. Guximi i kundërvihet përtatësisë shpirtërore, dorëzimit moral, kur i dorëzohesh tjetrit nga ana morale, kapitullon kur i thon, kompromisi me të keqen nga frika, zemërimit pa kontrolluar. Le të japim shembull konkret. Për shembull, të thuash të vërtetën, do guxim, sidomos në kohën e sotme do guxim, ku njerëzit e kanë bërë gënjeshtën, e kanë bërë mënyrën e jetesës, e kanë bërë, si them, komunikimin e tyre dhe standardin e jetës tyre. Në këtë kohë do guxim të thuash të vërtetën, se po thuash të vërtetën ka kosto, ose nuk pranojnë, ose të përqeshin, ose të stigmatizojnë, madje edhe të dëmtojnë. Por duhet ta themi të vërtetën, si për Zotin ose për diçka që është bërë të afërmit. Për shembull, një person është në një situatë kur të gjithë gënjejnë. Për të mbrojtur veten, ai zgjidh jo dhe të gënjej dhe ai që të bëhet pjesë e gënjeshtarëve, po thot vërtetën. Edhe pse kjo mund të ketë pasoja për të, por ai ka ndërgjegjen e qetë. Ky është guximi moral sipas etërve. Por kemi një guxim tjetër. Njëri përballet me shokët që e shtyn në sjellje të dëmshme, për shembull dhun, drog, padrejtësi, prostitucion. Ai refuzon të marrë pjesë, mban një qëndrim të qartë, edhe nëse mbetet i vetëm, qëndron pra me guxim. Ky është guximi i rezistent ndaj presionit të shoqërisë. Një tjetër, guxim në vuajtje. Një njeri përballet me sëmundje ose vështirësi të rënda. Ai nuk bie në dëshpërim, përpiqet të qëndrojë fort shpirtërisht, vazhdon jetën me shpresë, me besim dhe me guxim. Pra, nuk trembet. Prandaj, sipas etërve, guximi është forca e shpirtit që e mban njeriu të qëndrueshëm në të mirën, nuk është mungesë frike, por fitore mbi frikën, ruan besnikërinë ndaj të vërtetës, forcohet nga dashuria dhe besimi në Zotin. Dhe fundit e virtuteve është vetë kontrolli. Etrit e kishës e shikojnë vetë kontrollin si virtuti që mëson njeriu të ketë mas, vetë kontroll, vetë përmbajtje,
liri nga skllavëria e dëshirave trupore dhe emocionale. Nuk është mojimi i jetës apo i kënaqësive, sepse Zoti na ka dhënë që ta jetojmë jetën. Na ka dhënë dhe instiktet që ato dy ushtrojmë kur ato janë në shërbim të jetës, në shërbim të moralit, në shërbim të familjes, në shërbim të ekzistencës sonë, por jo në shërbim të mëkatit. Pra, vetë kontrolli, vetë përmbajtje do të thotë përdorimi i drejtë dhe i matur i tyre. Shën Agustini thekson se vetë përmbajtja ose vetë kontrolli vendos rend në dëshirat e njeriut, duke i nështruar ato arsyes dhe Zotit. Kjo është shumë e rëndësishme. Sepse disa thonë që po derisa unë i ndjej këto, unë duhet i bëj. Jo. Ne nuk jemi kafsh vetëm instiktive. Dhe kafsha nuk është fajtore, sepse kafsha ka një logjik instiktive të koduar, është një lloj roboti që bën atë çfarë i është programuar. Kurse njeriu nuk është një kafsh vetëm me instinkt. Njeriu ka logjik, ka shpirt të arsyeshëm. Arsyeja duhet të veprojë mbi instiktin. Prandaj duhet kemi vetë kontroll, vetë përmbajtje. Se mund të ndjejmë shumë gjëra dhe vrrulle brenda mendjes, shpirtit dhe trupit ton, por jo duhet i bindemi atyre. Shon Jan Gojarti e shikon si një disiplinë që e mbron njeriu nga teprica dhe robëria e pasioneve. Shën Grigori i Madh e lidh me pastërtinë e zemrës dhe jetën e thjeshtë, me vetë përmbajtje. Etrit e shkretirës e konsiderojnë si themel të jetës shpirtërore. Pa vetë përmbajtje, vetë kontroll, njeriu nuk mund të lutet me zemër të pastër. Çfarë kundërshton? Kundërshton epshin, një nga vrullet më të mëdha instiktive që ka njeriu, që erdhi mbas mëkatit, por Zoti e lejoi sepse nëpërmjet epshit njeriu mund të riprollohet. Kjo është një dhuratë nga Zoti, ose e lejuar më mirë themi nga Zoti, për të mirën e racës njerëzore, por jo duhet lejon epshin në çdo instinkt dhe impuls, sepse ai mund të çojë edhe në mëkat, mund të çojë në përdhunime, mund të çojë në kurvëri, mund të çojë në tradhti bashkëtorë, mund të çojë në perversion. Atëre epshi është një vrull energjetik brenda nes që do vetë kontroll, do frena. Nëse nuk e fren aty, nuk je njeri më. Se s'mund të justifikohet që un kam epsh dhe mund të bësh çdo veprime degeneruese, amorale, perverse, dhe antihumane ose anti-Zot. Pra, ai kontrollon gryksin, dëshirën për ngërë më tepër se ç'duhet, teprimin në kënaqësi, varësi nga dëshirat trupore, pasionet të ndryshme, mungesë të disiplinës së brendshme. Le të marrim shembull konkret. Për shembull, ushqimi dhe jeta e përditshme duhet një vetë kontroll, sepse shumë nga problemet që ka shoqëria e sotme konsumiste është që hanë me tepri, hanë gjëra që nuk duhet hanë dhe dëmtojnë shëndetin e tyre. Pra, një person, dhe këtu po flasim për të krishterën, çfarë? Ai jeton për të ngrënë apo haqet jetoj? Njeriu nuk duhet të jetojë për të ngrënë. Nuk është qëllimi i njeriu vetëm të hajë, siç sot është gjithë kjo industri, vetëm të ushqemi, sikur gjithë qëllimi i jetës sonë është gastronomia, është shija. Jo, ai është një pjesë e jetës. Po njeriu nuk jeton vetëm nga buka, po nga çdo fjalë që thot Perëndia, ne jemi qenie jo vetëm shtazore që kemi vetëm stomak, që të ngopim stomakun dhe jemi të lumtur si një lop kur është në një livall aty me jonxh dhe është e lumtur. Por jo, se edhe kafsha ka një limit, se po hongri më shumë se ç'duhet i plas stomaku, por aq më tepër njeriu duhet të ketë limit në ato që ai ushqehet. Pra, njeriu nuk jeton për të ngrënë, po ha që të jetojë dhe ha me mas, ha me dallim, që të jetë e mirë për shëndetin, flasim për ushqimin, flasim për pijen, që ruan pra shëndetin dhe kontrollin mbi veten. Ky është, si them, vetëpërmbajtja praktike. Dëshirat dhe emocionet, për shembull, që duhet kemi vetëpërmbajtje. Një njeri ndjen zemërim ose dëshirë të fortë për të reaguar, por nuk duhet të veprojë menjëherë. Duhet të kontrollojë fjalët, sjelljet, të mendojë pasojat, sepse në çdo zëmërimin ton ka patjetër demon. Nuk ka zëmërim njerëzor në qoftë pa pasur një frym demoniake. Zëmërimi justifikohet, tolerohet vetëm për gjërat e Zotit. Për të mbrojtur të vërtetën e Zotit ose për të mbrojtur drejtësinë për të tjerët. Kurse zëmërimi për egon ton personale, për, si them, na fyet personaliteti ynë, na preket ajo
dinjiteti ose sedra gjithçka dhe ne reagojmë me zemërim, është na vi mirë ose keq, është nga djalli. Aty je i poseduar nga një demon. Prandaj një njeri i urtë duhet t'i mbaj frenat e zemërimit dhe të kontrollojë fjalët, sjelljet, por dhe pasojat. Sa gjëra janë bërë nga një mos kontroll i zemërimit. Çfarë thot Krishti? Është shkruar mos vrit, po them kush zemërohet pa shkak me vllajin ka bërë një vrasje. Sepse nga zemërimi i pa kontrolluar shkohet pastaj në përplasje, nga përplasje shkohet në një krim. Por le të flasim edhe për një tjetër vetë kontroll, nga tundimet. Në botë ka shumë shpërqendrime, argëtime, siç janë dhe sot në rrjetet sociale, në gjërat për konsum, për kanajsi e gjitha. Duhet vendosim një kufi. Nuk mund t'i ha të gjitha, nuk mund t'i prek të gjitha, nuk mund t'i shijoj të gjitha, nuk mund t'i bëj të gjitha. Jo. Njeriu duhet të përzgjedhë. Çfarë Zoti i tha Adamit dhe Evës? Ha nga gjitha, po kjo mos ha. Pra vetë përmbajtja është ajo pra që kemi ne ligjin kreshmor. Pse kreshmojmë neve? Ne kreshmojmë çdo javë mërkurë dhe të premte, por dhe periudhat e vitit, kreshmojmë që të mësojmë vetë përmbajtjen. Që të themi dhe jo. Një njeri që nuk thot jo, ai s'është më njeri. Ai mund të bëjë çdo gjë, por si fillon ajo ushtrimi vetë përmbajtjes? Nuk fillon me filozofi dhe teori të mëdha, duke filluar nga kreshma. Nga kreshma ne mësojmë vetë përmbajtjen dhe bëjmë kontroll. Pra bëjmë ekuilibër të jetës sonë. Dhe kështu, si pasetërve të kishës, vetë përmbajtja është virtuti që jep njeriu liri të brendshme. Kush është i lirë? Nuk është i lirë ai që mund të bëjë çdo gjë. Që shumë njerëz të mendojnë liri. Unë bëj çdo gjë dhe jam i lirë. Jo. I lirë është ai që mbretëron, kontrollon dhe bën atë që është e mirë për vetja vet. Ky është i liri. Ky është njeriu që është i lirë në shpirt. Dhe këtë na jep shpirti i Zotit. Zoti është i lirë dhe neve na jep liri për të bërë mirë. Dhe si pasetërve të kishës është virtuti që jep njeriu thatë lirinë të brendshme, vendos rend në dëshira, shmang teprimet e bën njeriu zot të vetes. Do ta mbyllim këtë bisedë me një histori. Ishte një mbret që po este në oborrin e tij, pra në kopshtin e tij, që e përmbante ose kujdese një kopshtar. Edhe mbreti takohet me këtë kopshtarin, edhe i thot mbreti, kush je ti? I thot kopshtarit, unë jam mbreti, thot. Atëherë mbreti u ndjej i fyer. Si je ti mbreta? Mbreti jam unë, tha. Kopshtari tha, unë jam mbreti i vetes time. Ky është mbreti. Nuk është mbret ai që ka një pushtet politik, ekonomik, ushtarak, që jep urdhra, po që s'ka mbretëruar pasionet e veta, mëkatet e veta, dobësitë e veta, duke bërë skandale. Ky nuk është mbret. Mbret është ai që mbretëron veten, që bën atë që është e mirë për veten. Ky është mbreti, ose Zot i vetes së vet. Por kjo nuk bëhet asnjëherë nga vetja. Të gjitha këto virtutet janë virtute që vijnë nga Zoti, nga iri i Shpirtit të Shenjtë. Si pasetërve të kishte këto virtute nuk janë vetëm rregulla morale, por mënyra si njeriu ngjason me Zotin. Na bën të ngjashëm me Zotin, ruan rrugën drejt lirisë nga mëkati dhe janë themelet e jetës së ekuilibruar shpirtërore. Dhe janë ato pra që na i pasurojnë shpirtin dhe na i bëjnë një kopsh parajse. Këto pra virtute. Njeriu ngjan si dy kopshte. Pra, ose ka një kopësht me ferra, ose ka një kopësht me lule. Ose ka një jetë me mëkate të vdekshme që thamë, që ngjan aty kopshtit me ferra, ose ka një jetë me virtute që ngjan atyre luleve. Prandaj duhet të zgjedhim. Njeriu është i lirë. Dhe si bëhet kjo? Po vaditëm kopshin me ferra, do rriten ferrat. Por nëse do vaditim kopshin me lule, do rriten virtutet. Çfarë është vaditja? Është hiri. Hiri i Shpirtit të Shenjtë që neve na i dërgon Perëndia, po neve duhet ta pranojmë atë. Dhe të vadisim atë kopshin e virtuteve, që Zoti na i ka mbjell këto virtute në shpirtin ton, dhe ne duhet t'i kultivojmë, duhet t'i rrisim
të bëhen si ato lulet aromatike. Dhe kështu njeriu shijon parajsën që në këtë jetë, sepse i ngjan Zotit. Amin.